Disa ligjvënës amerikanë nuk janë të vetëdijshëm për shkallën e fushatës së ri armatimit të Rusisë, deklaroi kancelari gjerman Friedrich Merz të premten, një ditë pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. U takova me disa senatorë dhe i nxita të marrin seriozisht të ri armatimin që po ndërmerr Rusia, tha Merz gjatë një konferencë biznesi në Berlin. Ata dukshëm nuk e kuptojnë plotësisht se çfarë po ndodh, shtoi ai, pa përmendur emra konkret. Sipas Reuters, Rusia ka riorganizuar industrinë e saj të mbrojtjes që të funksionojë 24 orë në ditë që prej fillimit të pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Gjithashtu, Moska ka nënshkruar marrëveshje armësh me Korenë e Veriut dhe Iranin, zhvillime që kanë ngritur alarmin mes zyrtarëve evropian, të cilët parandalojnë se Rusia së shpejti mund të jetë në gjendje të kërcënojë dhe territorin e NATO-s. Pavarësisht kësaj, Rusia mos synime të tilla agresive dhe pretendon se po zhvillon një operacion ushtarak në Ukrainë për të mbrojtur sigurinë e saj kundër perëndimit që e konsideron armiqësor. Friedrich Merz, një konservator që mori postin në maj, është udhëheqësi më i fundit evropian që ka vizituar Trumpin me qëllim për ta bindur që të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën dhe për sigurinë e Evropës përmes NATO-s. Merz gjithashtu ka shprehur mbështetje për kërkesën e Trump që shtetet anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje në mbi 5% të PBB-s në të ardhmen.